Nuk ka dyshim që ne nuk mund të dyshojmë të kaluarën. Por sot këtu së bashku, ne mund dhe duhet të ndryshojmë të ardhmen. Jemi këtu për të marrë në dorë fatin tonë, për ta bërë Shqipërinë vendin ku çdo shqiptar mund t'ja dalë me punë të ndershme. Në fillim ishim më pak se 10 veta me një ide që duke e çmendur, që Shqipëria mund të ndryshojë. Por sot, shikoni këtë sallë, shikoni sa shumë jemi me mira në këtë sallë, por jemi me qindra mira në gjithë Shqipërinë. Ne jemi opozita e vërtet. Ne jemi opozita e sistemit. Ne jemi e vetmja opozita e vërtet. Ka ardhur koha që Shqipëria t'ju kthehet njerëzve që punojnë. Po unë shoh që njerëzit i kanë syt nga ne. I kanë shpresa tek ne. Ne jemi drita në fund të tunelit. Dhe ne jemi të vetmi qendrën e tyre. Për një Shqipëri ku mund t'ja dalësh me punë, mund t'a bëjmë realitet. Votoni numrin 10. Rrofë Shqipëria, rrofshin shqiptarët e ndershëm.